Varet se si e përdor, unë mendoj që mundë me përfitu shumë, ose për shembull psikolog mundë me fut në ato sistemet e punës. Unë personalisht me pas njerëz që janë IT, e kisha përdor shumë në punën time. Për shembull kisha kriju një sistem të klientëve ku ata paraprakisht kishin me caktu direkt për shtëpisë terminin, s'kishin me më shkru mu, kishin me hy aty, kishin me bo një test për shembull për ankthin, për depresionin, edhe kur kisha ardhe unë direkt në seancë, 2-3 seanca veç i kishë paraprija i prej shtëpisë edhe janë pyetje interesante që kishin mujtë mju dokë. Niva që reagove parës kur thash, a nuk të frigon fakti që ekziston diçka më inteligente se njeri në tokë? Se duhet me na frigu. Sepse kemi qenë ma inteligentet. Na kemi mendu që jemi ma inteligent. Kemi mendu. Na e kemi kriju, krijemi njerëzve në fund ditës. Na po i themi inteligent, po ajo mund me qenë ma e ditur, mund me pas informacione ma shumë, po nuk është që i ka atributet që i kemi ne. Ndjenjat na i kemi tonat, nuk ndjen inteligenca artificiale. Pikpyetja është nëse mund ta bëjnë që me pas empati ma shumë, mirë po aja mas ne bjen... Me zonë përgjigje ma empatike kisha thonë, po ai vetë nuk ka empati. Më kujtohet isha shumë e re, mos tham fëmijë edhe u përflitke, po prodhohet një roboti po tentohet me zaventu njerëzit. Edhe unë si fëmijë kisha një ndjesi të frikës nga ato bisedat që u bëjshin, se pas ka me u zbulu një robot edhe tash atë robotin krejt e kishin frikë se si do tjetë, a i ka me orë me na shkatru njerëzimin. Sot jam prodhu robotet edhe nuk po na shkatron kërkosh. Në tonë, jo, sepse na po shkatrojnë veten. Ato perceptimet tona. Na ma herët thamë dënë thotë se është frika. Nuk është frika dënë thotë që në zavendësën ty me ndjenjë emocionalisht. Nuk zavendësën. Por der nësa thonë, zavendësën vend punës edhe ta redukton ty numrin e punëtore, normal një farforme për zavendësën. Zavendësën si jo. Me këtë trend, varsisht për profesioneve. Si pas hullumtimeve, me këtë trend, kajnë mu depopullu qytetet urbane. Urbanizmi, kajnë me shku njerëzit në përfshata, sepse kajnë me qenë pa nevojshëm, kajnë me me të papunë. Kanë më këthyte natyra. S'po jo pengan kjo. Po pëlqen ideja me natyra. Fort kisha dash 3 ditë mos me qenë Prishtinë, 4 ditë më ardhë me punu, më ndë prap me gjetë ko për vetën. Natyrë ti si do mos në malë. Jo veçon, por njerë, kur gjo nuk nga tërheq ma shumë se natyra. Vendet skandinave e kanë praktiku këto dhe pa inteligencë, ata kanë reduktu numrin e ditëve të punës, e kanë reduktu orarin e punës, dhe 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 parë inteligenca. Sepse po e shfrytëzojnë inteligencën faktikisht, ose teknologjinë. Para se me fillu inteligencën në Suedi, në disa vene ka fillu mu praktiku, do në thotë shkurtimi i orarit punës. është me 7-8 vite ndoshta. Për shkak se kemi botërisht kemi nuk... Ama inteligenca artificiale është për viteve 50, nuk është veç AI kjo ChatGPT.